Mirë mbrëma të dashur miq, mirë mbrëma të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish sonte me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV edhe në platformën tonë digjitale në TikTok, Tirona Lili, për të ndarë analizat, për të komentuar ngjarjet që po ndodhin në Big Brother VIP Albania. Shumë ngjarje, shumë dinamika, shumë lëvizje, shumë zënka, do me thënë shtëpia është kthyer në një arenë ku çdo banor në çdo prime sjell nga njërisi. Të shumë komentuar për 50 e ca ditë me radhë kanë qenë marrëdhënia e Mirit edhe Selinës. Një marrëdhënie që tani të analizojmë që në fillim e bëri të jetë e afërt Kristi. Tani Miri, që në momentin që hyri në shtëpinë e Big Brotherit, ishte banori i parë që në fakt hapi dyert e asaj shtëpie, ishte banori i parë që e përjetoi atë emocionin, krijoi një lloj vetbesimi, apo thënë shkurt, kishte hyrë me bindjen që banori më i fortë në këtë shtëpi do t'jem unë, do ta fitoj me se zbën këtë Big Brother dhe do të përdor mekanizëm interesant. Dhe mekanizmi që Miri përdori për prajme të tëra ishte krevati i Selinës. Ku në atë krevat u treguan histori, u treguan storje, u krijuan afrimitete, pa marrë parasysh që erdhën letra brenda në shtëpi nga ana e babait të Selinës, ku e quajti Mirin me fjalët më të rënda të mundshme. Më pas do me thënë Greta informacion ndaj Selinës që largohu nga Miri se realisht jashtë mund të dalësh keq apo mund të jesh shumë keq e komentuar. Por Selin nuk është se vrau mendjen, vazhdoi rrugën e saj. Produksioni, duke e parë që Miri dhe Selin filluan që të afrohen jashtëzakonisht shumë, bëri një lojë, duke ia dhënë mundësinë Mirit që të hapun kutinë e Pandorës, ku në zarfin e zi, brenda kësaj kutie që ndodheshte, Miri mori një informacion. Në fakt të gjithë atë natë kemi qëndruar të shokuar duke pritur momentin në moment kur Miri do ta godet Selinën dhe do të largohet dhe do fillon të luani vetëm, se tani për ne që jemi jashtë ka kohë. Por për banorët që janë brenda, duke e ditur se çfarë tensioni ka aty, se çfarë lufte po bëhet aty brenda për të qenë protagonist, mendoj që koha është tejet e limituar dhe nuk ka më kohë për të ndërtuar strategji të reja, për të ndërtuar lojra të reja dhe për të ndërtuar aleanca të reja. Miri nuk është se u fokusua te loja, por Miri që në ditën e parë dhe në ditët në vazhdim u fokusua tek ndjesitë e Selinës, tek të falurit qetësi Selinës, të falurit lumturi Selinës dhe së përndjekuri nga po shkon Selina, çfarë po bën në shtëpi. Ndërsa Selina, ja ka thënë jashtëzakonisht bukur Lorna brenda në shtëpi, shkonte lule mlule, gjurmonte, sepse krijonte aleancat dhe krijonte lojën e saj. Dhe Selina realisht ka përdorur brenda në shtëpi banorët për të arritur deri këtu ku është, sepse ndryshe nuk kishte mundësi, do me thënë, që të futet në rrjedhën e lojës apo të kanalizon lojën e saj. Dhe në shtëpinë të Mirit, Selina e kanalizoi lojën, ndërsa Miri u fokusua tërësisht te Selina, jepte emocione, qante në dhoma rrëfimi, shprehte ndjesi dhe normalisht nuk është se ishte strateg edhe bënte lojë. Dhe nuk është i përfshirë pothuajse fare në ngjarje që po ndodhin që të ulet të analizon brenda në shtëpi, edhe pse unë e di që Miri kur do del nga shtëpia do t'i kupton gabimet të cilat i ka bërë. Nuk do të thotë që Miri nuk ka kapacitet. Miri ka kapacitet jashtëzakonshëm. Do të thonë nëse Miri do fokusoheshte në lojë, do ndërtonte strategji, kishte javë të para për ta ndërtuar strategjinë, Miri sot do të ishte ku më lart se Kristi. Por Selina tani në shpellën që vllau i madh në fakt futi, do të thonë një përzgjedhje e Kristi që futi Mirin, Selina dhe Miri u shkatruan krejtësisht dhe Selina filloi që të ndjen më shumë afrimitet me Gimbon. Tani unë e mirë kuptoj Selinën, në këtë pjesë nuk e gjykoj dot, sepse e para njëherë Selina aty mbijeton në energji ekstremitet
të lartë negative, do të thënë në energji ekstremisht negative. Dhe ajo ka nevojë për energji të bukur, ka nevojë për momente të bukura, ka nevojë për ditë humori, ka nevojë për çaste humori, sepse lëre një herë që të mbyt për shembull Rogerti duke të ofenduar, duke të denigruar, po edhe po t'jetosh mes negativitetit, fillon edhe mbytesh. Dhe Selina këtë energjinë e bukur e gjeti te Gimbo. Gimbo në dhomën e rrëfimit filloi që të shprehën pëlqyeshmëri për Selinën, gjë që në fakt banorët akoma nuk i kanë parë, ndoshta në prajmin e natës së sonte vllau i madh do t'i sqaroj sa më shumë gjërat dhe do t'i vë në një vijë këto gjëra. Selina tani u grint me Mirin, do me thënë ju desh një grindje e vogël që Selina të vendos që të distancohet dhe të ruaj dinjitetin e saj, ashtu siç Selina thot. Selina largohet nga Miri dhe afrohet te Gimboja, ndan kohë me Gimbon, ndan momente me Gimbon, kalon orë të tëra me Gimbon dhe Miri vazhdon të mbetet një përndjekës. Edhe në qoftë se banorët brenda shtëpisë thonë që Gimbo ja mori Selinën Mirit, unë nuk e shoh kështu. Selina iku vet nga Miri, sepse u mërzit me lojën e Mirit, tash Gimbo i duket më produktiv dhe ka filluar që të ndjen emocione për Gimbon, do me thënë e bën të gjithë punën së bashku me Gretën dhe Miri ka mbet shumë keq. Miri tani ka frikën se do të digjet sepse duke qenë i fokusuar tek Selina, nuk ka mundur dot që të futet në lojë. Unë në fakt dita ditës e pres që Selina të lëshon pak më shumë zemër për Gimbon. Nuk pres me të thënë drejtë një puthje, sepse Selina nuk e ka mendjen te puthje, Selina e ka mendjen tek loja, e ka mendjen do me thënë të krijon dinamika, të krijon situata, të jetë në qendër të vëmendjes dhe Selina nga të dy çunat, si nga Gimbo, si nga Miri, do me thënë ajo automatikisht është në prime. Ajo është pjesë e prajmit dhe kjo është strategjia e një lojtare jashtëzakonisht të fortë dhe unë e them me zë të lartë, Selina dhe Brikena janë dy lojtaret më të forta nga femrat brenda asaj shtëpie. Greta realisht kunata e vet nuk e kuptonte dot se çfarë po bën Selina, por Selina është duke kanalizuar lojën që do me thënë ajo do t'i djeg të gjitha këto çunat. Tani Gimbo ka një lloj simpatie, kalon bukur me Selinën, janë pothuajse një moshe për afërt, argëtohen, qeshen, ndërsa Mirin e shoh pak të mërzitur, e shoh të thyer, sepse Miri nuk e ka pritur që fjala që ti ke ardhur tek unë në krevat, tek ky i moçmit, tek ky i vjetri, do me thënë nuk e priste që do ta vriste kaq shumë Selinën. Unë e shoh që Miri e ndjen Selinën, ka krijuar emocione të cilat nuk i tha kurrë, por Selina nuk e shoh më gati për t'u kthyer në ambientet e ndjesisë që Miri mund t'i ofron.